Kemi tri fe, por kemi vetëm një atë të përbashkët, një gjak vllazëror, një gjuhë, një këmbë, një diell e një Zot. Detyrë kemi bashkimin dhe mbrojtjen e atë dheu. Komandant, kaçak, strateg i luftës, njohës i politikës, motivues i ushtarëve të rinj, hoxh, ulema i fesë islame. Këto ishin cilësitë që zotronte Mulla Idris Gjilani, të cilat i dhanë edhe epitetin shenjtori i kombit. Si komandant i përgjithshëm i forcave vullnetare të nën prefekturës së Gjilanit i zgjedhur nga lidhja e dytë e Prizrenit, ai luftoi përgjatë kufirit shqiptaro-serb, ku për vite me radhë mbrojti kufijtë e Shqipërisë etnike nga pushtuesit jugoslav. Ndër betejat kryesore të udhëhequra nga Mulla Idrizi janë lufta e Veleglavës në 28 qershor 1944 dhe lufta e Kikës në 26 korrik 1944. Kufijtë e Shqipërisë etnike u mbrojtën nga forcat vullnetare deri në fund të vitit 1944 sipas Tahirzaimit, pas rënies së Gjilanit. Forcat jugoslave masakruan 8.000 qytetarë, e cila në histori njihet si masakra e Gjilanit. Më pas krerët e qetave u detyruan të arratiseshin që të mos vriteshin apo të kompromentoheshin në partizan. Kjo gjë ndodhi edhe Mulla Idrizit, i cili për 5 vite ishte strehuar në Gjyrishec deri në kapjen e tij. Idriz Hajrullahu u lind më 4 qershor 1901 në fshatin Velekinc të Gjilanit. Prindërit e tij, Hajrullahu dhe Sala, kishin edhe 3 fëmijë tjerë, Mehmetin, Bajramin dhe Gjikën. Ai si i ri vijoi mësimet në Mejtepin e Cernicës. Aty shkallësitë e tij u vërejtën nga Mulla Halimi, i cili e rekomandoi të vazhdonte Rushdiun në Gjilan. Në moshën 25 vjeçare kreu medresen, mbajti provimin e pjekurisë për imam, duke u dekoruar me diplomë me titullin mulla. Mulla Idrizi ishte edhe ndër veprimtarët për përhapjen e dijes ndër shqiptarët. Pasi që ishte hoxh në shumë xhami dhe jepte mësim në disa mejtepe si djemve, ashtu edhe vajzave, Mulla Idrizi e mori përsipër që në mejtepe këtyre nxënësve tu mësonte edhe gjuhën shqipe, gjë e cila ishte një akt i dënueshëm në pushtetin e atëhershëm jugosllav. Pas kapitullimit të Jugosllavisë, Shqipëria gjendej nën Itali. Mulla Idrizi, Ilaz Haxhiagushi dhe shumë krerë të tjerë luftonin që edhe Kosova lindore të futej nën administrimin italian t'i bashkuoj Shqipërisë. Pasi që Italia shtirej si mike e Shqipërisë, kjo do të ishte rruga më e lehtë që të realizojë ëndra shumëvjeçare, Shqipëri etnike. Mirpo Enver Hoxha kishte hequr dorë çmoti nga Kosova. Nëpërmjet nën prefektit të Gjilanit, Rifat Berishës, i vendosur nga Tirana komuniste në vitin 1942, ndihmuan strehimin e disa serbëve. Sipas librit të Muhamet Pirrakut, marteret e Shqipërisë etnike nga dera Starmarku të Mirditës në kujtesën historike, në kuvendin themelues të Shtabit Suprem për Kosovë, që u mbajt me 1 dhjetor 1944 në tërpesë të vitis, Mulla Idrizi përfaqësoi komandantët e qetave të Kosovës lindore, ku pas formimit të Shtabit Kombëtar për mbrojtjen e kufirit, Komiteti i Lidhjes së dytë të Prizrenit e emëroi komandant Mulla Idris Gjilani. Nga fundi i qershorit të vitit 1944, në linjën kufitare të Kosovës lindore, Zhuj, Çukëzez, Veleglav dhe Kopilak, populli doli në mënyrë masive, ku 3.000 deri në 3.500 vullnetarë udhëhiqeshin nga Mulla Idrizi. Sulmi i mbrojtjes kombëtare të nën prefekturës së Gjilanit ndaj divizioneve 22, 24, 46 dhe 47 të Jugosllavisë do të kurorëzohet me rezultate të mira. Lufta e Veleglavës u zhvillua më 28 qershor 1944 përreth viseve të fshatit Veleglav. Pasi Mulla Idrizi në fillimi i zjarrit e zuri në Kik, aty ku filloi lufta, në Veleglav udhëheqte Mulla Ramadan Ahmeti. Më pas, Mulla Idrizi, duke mos i zbritur kalit me një grup ushtarë, shkoi në frontin e Veleglavës. Kjo ishte pikë strategjike dhe me shumë rëndësi, sepse nëse forcat jugoslave do të thyenin këtë pikë, ata do të depërtonin lehtë në fshatin Hogosht e më pas në Gjilan.
Mullaj Drizi, duke ditur rëndësinë e saj, pa i zbritur allgjit të tij, shkonte në pikat kufitare ku kishte nevojë më shumë, duke ndihmuar ushtarët dhe duke ngritur moralin. Bashkëluftëtarët e tij thoshin se edhe allgji i tij luftonte. Forcat sulmuese të okupatorit serb u thyen keq, por luftimet vazhduan edhe me 29 qershor derisa armiku u tërheq tërësisht. Sipas librit Kujtime jetësore të Syl Adem Kopernicës, armiku në fushën e betejës kishte lënë 200 të vrarë dhe 131 të rëburuar, kurse nga shqiptarët 15 të vrarë dhe 20 të plagosur. Ndaj partizanëve serb u mbaj qëndrim human. Të plagosurit u dërguan në spitalin e Prishtinës, ku pas shërimit u liruan. Kjo tregon për moralin, vlerat njerëzore dhe humanitetin e mbrojtjes kombëtare të Kosovës. Victoria e 28 qershorit në Veleglav shtyri në rekrutimin e shumë vullnetarëve në radhë të mbrojtjes kombëtare të Kosovës. Rezistenca dhe përballimi i suksesshëm i MKK-s ndaj Komandës Supreme të Jugosllavisë u la serboslavëve të kuptojnë se riokupimi i Kosovës nuk do të ishte i lehtë. Kurse më 26 korrekt 1944 në orën 2 pas mesnate, njësitë serbe luftuan kufirin në Kik, por lufta shumë shpejt u shtri përgjatë tërë viseve të kufirit Shahiq, Zhuj, Çukezez, Lisock, Poliçk, Veleglav, Laçiç. Fillimi i sulmit Mullaj Drizin e kishte zënë në afërsi të Shahiqit, i shoqëruar nga Mulla Smajl Desivojca. Në shumicën prej këtyre viseve, e sidomos në afërsi të Kikës, lufta u zhvillua aq afër thuajse bajonet me bajonet. Pas një lufte të përgjakshme, vullnetarët shqiptar u tërhoqën për një çerek ore. Me arritjen e Mullaj Drizit dhe një grupi vullnetarësh në frontin e Kikës, rrjedha e luftës ndryshoi, ku forcat vullnetare u hodhën në kundërsulm duke detyruar armikun të tërhiqet. Pasi që forcat partizane qetnike ishin më të shumta në numër dhe më mirë të armatosura, MKK-ja ishte vetëdijshme dhe zuri prita dhe u organizuar mirë. Mirë po pa të ndihmë edhe nga vullnetarët që jetonin në ato vise, e në ndihmë u erdhi edhe komandanti i regjimentit të 4 të ushtrisë shqiptare, kolonel Fuad Dibra. Gjatë luftimeve MKK shkatroi edhe spitalin komunist në Hogosht, e kështu forcat slavo-serbe u detyruan të tërhiqeshin nga Koto Treva. Mullaj Drizi me allgjin e tij shkonte aty ku kishte nevojë, e siç thoshte edhe bashkëluftëtari i tij, Mulla Ferhat Daka, në flakën e luftës dukej si angjëll që bekante fitoren aq të dëshiruar. Në mëngjesin e 23 dhjetorit 1944, forcat vullnetare në krye me Mullaj Drizin sulmuan dhe shtin në dorë Gjilanin përkohësisht. Por edhe pse udhëhoqi këtë sulm, Mullaj Drizi ishte kundër këtij sulmi, sepse sipas tij serbët më pas do të sulmonin popullsinë e do të bënin zullum në ta. Edhe pse nuk ju dëgjua fjala, forcat vullnetare sulmuan dhe shtinë në dorë Gjilanin përkohësisht. Mirë po, për shkak të forcave të mëdha të UNC-s që gjendeshin në qytet dhe për forcimeve që u ardhën nga Prishtina, forcat vullnetare për ta kursyer popullin u tërhoqën. Kështu, forcat komuniste qetnike e futën në dorë qytetin e Gjilanit duke bërë terror në popull, ku edhe bën një ndër masakrat më të mëdha ndër shqiptarët, duke vazhduar me shpalljen e flet arrestëve për të gjithë komandantët e qetave, të cilët u detyruan të largoheshin në malësi të jetonin si kaçak. Mullaj Drizin u munduan ta thyen e t'i vendosin një ollë të zezë, por besimi që populli e kishte ndaj tij nuk e lejoi një gjë të tillë. Muhamet Pirraku thot se Fadil Hoxha, edhe pse i srehuar dhe në bes tek vëllai i tij Mehmet Hajrullahu, u mundua ta binte Mullaj Drizin nëpërmjet vëllait dhe babait. Por Fadili në librin e tij, kur pranvera vënohet, nuk do t'i shkruaj këto. Ai sërish fajson Mullaj Drizin duke thënë Gjilanin e dogji Mullaj Drizi. Edhe pas vrasjes së tij, serbët u munduan ta keqpërdornin duke i përdorur shenjat e gishtrënjve, kinj se Mullaj Drizi ka nënshkruar një marrëveshje, por më vonë u vërtetua se shenjat e gishtrënjve ishin shtypur në letër pas vrasjes së tij. Si Hamza Kastrioti e Esat Pashtoptani, 8 shqiptarët ndër vite ka pasur tradhtar. Në studimin Kontributi advetar dhe historik i Mullaj Driz Gjilanit shkruan se Regji Januz Tugjeci, Veli Bali për Lepnicës dhe Mulla Muslima Kreshi ishin ata që e denoncuan Mullaj Drizin. E përderisa ai kishte qëndruar 5 vite në malësinë e Kamenicës pa rrokur rrezet e diellit, familja e tij torturohej në shumë mënyrë. Gruaja me fëmijë i u burgos,
E pas lirimit, ajo u bërgoj sërish e vetmuar në Ferizaj në burg të burrave. Familja e tij torturoheshin që Mullajdrizit të dorëzohej. E pas denoncimit të tij, forcat jugosllave rrethuan Gjyrishecin. Mullajdrizi për t'i ikur masakrës së familjes Sadiku, e cila e sterehoi për 5 vite, u detyrua të dorëzohej. E pas kapjes së tij, serbët bënin festë në Gjilan. Nuk dihet saktësisht vdekja e tij, por sipas Isa Mullajdrizi, djalit të tij, ai vdiq pas shumë torturave në burgun e Gjilanit. Pasi Mullajdrizi nuk tregonte shokut dhe të gjitha dokumentet i kishte djegur, serbët shuknin cigaret përreth kërthizës së tij. E pastaj e lidhen në tavan me kokë poshtë duke i ndezur zjarrin te koka, por ai përsëri nuk tradhtoi askënd. Pasi më nuk mund ta duronin krenarinë e Mullajdrizit, e hodhën në turrën e druve dhe e djegën për së gjallë. Kapja dhe vrasja e Mullajdrizit shënojnë fundin e etapës së lëvizjes për bashkimin e Kosovës Lindore me Shqipërinë.